këtë edicion do të ndiqni. Procesi i vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare Ereniku në Gjakov ka vjuar edhe gjatë vikendit, por në mesditën e sotme janë shpenzuar të gjitha dozat e vaksinës anti-Covid, por në ditët e vijim pritet të bëhet furnizimi radhës nga Ministria e Shëndetësisë. Sot janë bërë 22 vjet nga rënia e heroit të kombit Hamës Zymberi. Në ndërim të jetës dhe vepër sublime të tij familjar, miq e bashkëluftëtar bën homazhe pranë varrit të heroit dhe kujtuan sakrificën e gjithë të rënëve për liri. Ndërrimi i shpeshtë i pushtetit ka bërë që zona e veçantë ekonomike amerikane në Gjakov të mbetet pasdore, ndonse vendimi për formimin e saj ishte marrë në vitin 2018. Nga komuna Gjakovës dhe nga oda ekonomike amerikane thonë se ishte mungesa e stabilitetit politik shkaktari kryesor i mos funksionalizimit të kësaj zone. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Procesi i vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare Ereniku në Gjakov ka vijuar edhe gjatë vikendit, por në mesditën e sotme janë shpenzuar të gjitha dozat e vaksinës anti-Covid. Për dallim nga dita e premte, përgjatë kësaj fundjave, gjithçka realizua pa të llovi të krijuar nga qytetarët. Për dallim nga dita e premte, sot pritjet nuk ishin të gjata për vaksinim. Në qendrën e mjekësisë familjare Ereniku në Gjakov në mëngjesin e sotëm nuk pati të llovi të qytetarëve. Procesi i vaksinimit të qytetarëve të moshës mbi 65 vjeç u zhvillua konform masave të rekomanduara nga Ministria e Shëndetësisë dhe organeve të tjera gjegjëse. Stafi mjekësor thanë se nuk do të ketë vaksinime, kjo për shkak se dozat e parapara për vaksinim në këtë qendër janë dhënë që të gjitha, por pritet që në ditët në vijim të bëhet furnizimi radhës nga Ministria e Shëndetësisë. Femia Jaka, kryeshefe e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, apelon tek qytetarët që të mos krijojnë panik, sepse në momentin e furnizimit me doza të tjera do të fillon përsëri vaksinimi. Vaksina ka në ministri, kanë marrë për çdo javë vinë, edhe të na kena më furnizu, edhe nuk ka nevojë me hezitua, më bë probleme për shkak të mungesës së vaksinave. Kur vinë vaksinat, me siguri kena me raportu apo me informu përmes TV-syrit, radios, Facebookit, faqes së Facebookit të Kuvendit Komunal. Në mesin e qytetarëve që erdhi për t'u vaksinuar ishte edhe 65 vjeçari Çavush Lloçanaj, i cili tha se me dëshirë mori vaksinën anti-Covid. Bashkë me dëshirë e marrë. Edhe lusa edhe qytetarë tjerë që të vinë e ta bëjnë pa asnjë farë problemi. Me sa unë e vrejta, domethënë prej kohës kur e mora edhe deri më tash. Matutje nuk di ç'a bëhet, po kryesorja domethënë nuk u niva keq, u niva mirë, për momentin jam mirë. Edhe sidoqoftë kisha pas një apel me ju bo që mos ngurojnë njerëz, të vinë ta bojnë sa është për të mirën e gjithëve. Në anën tjetër edhe Muhamet Byci, i cili nuk hezitoi për t'u imunizuar, tha se qytetarët nuk duhet të ngurojnë për ta marrë këtë vaksinë, sepse sipas tij kjo është për të mbrojtur shëndetin e tyre. Është mirë të gjithë muar me kriju obligimin shëndetësor personal, me marrë rrozimet e Ministrisë së Shëndetësisë, me u largu paragjykimeve për shëndetin e vetë. Të gjithë të moshuarit kanë falendëruar stafin e infermierëve për kujdesin dhe ofrimin e shërbimeve që po ju bëjnë. Ndërkohë pati edhe qytetarë të cilët nuk arritën të vaksinohen, me që përfunduan dozat e vaksinës anti-Covid-19, por vaksinimi në këtë qendër do të filloj kur të arrijnë dozat të tjera. Sot janë bërë 22 vjet nga rënia e heroit të kombit Hamës Zymberi. Në ndërim të jetës dhe veprës së tij sublime, familjarët, miq e bashkëluftëtar bën homazhe pranë varrit të heroit dhe kujtuan sakrificën e gjithë të rënëve për liri. Sot në varrezat e qytetit në Gjakov u bën homazhe për nder të 22 vjetorit të rënies së heroit Hamës Zymberi. Ky luftëtar i UÇK-s mori pjesë në betejën e Qabratit, që ishte betejë e vetme që u zhvillua në qytet, ku dhe u plagos për të rënë heroikisht për lirinë që sot e gëzojmë. Në ndërim të këtij përvjetori u mblodhen familjar të heroit Zymberi, miq dhe bashkëluftëtar për të kujtuar jetën dhe veprën e tij. Agron Kryezeu, komandant i brigadës 137 Gjakova, tha që sot e kujtojmë trimërinë dhe bujarinë e heroit ton. Hamza ka qenë luftëtar i dallun në brigadën 137, por edhe në zonën operative Dugazinit, ku ne gjithë bashkëluftëtarët mburremi
me kontributin e dhënë të Homzës në luftë për liri. Prandaj sot me të vërtetë e gëzojmë lirin, duke i falendëruar gjithë herojt dhe dëshmorët e kombit dhe martirët që e gëzojmë lirin sot. Familjar të herojt u shprehën krenar për jetën dhe veprën sublime të herojt të kombit. Sot në 22 vjetorin e Ramjes së Xhaxhait tim herojt Kosovës, e përkujtojmë mas pari luftën e lavdishme të UÇK-s, epopejën e Çabratit, që neve na bën krenar mundi çdo ditë më shumë për lirinë që tash ne e gëzojmë. Shok tregojnë bashkëluftëtar që ka qenë djalë bujar, trim, kur ka qenë momenti ka qenë krah bashkëluftëtarëve deri në këtë ditë, deri sot para 22 vjetë kur veç edhe ka ndru jetë, edhe nuk ka mujtë mi vazhdu më rrugtimin me bashkëluftëtarët e vetë, të gjithë e përkujtojnë, kanë fjalë të mira për veprat e tij, edhe ne si familjarë jemi krenar sot asaj dite. I përjetshëm qoftë kujtimi për jetën e të gjithë të rënëve për liri, të kujdesemi që të jetësojmë amanetin e tyre, u tha ndër të tjera. Ndërrimi i shpesht i pushtetit ka bërë që zona e veçantë ekonomike amerikane në Gjakovë të mbetet pasdore, ndonse vendimi për formimin e saj ishte marrë në vitin 2018. Nga komuna Gjakovës dhe nga oda ekonomike amerikane thonë se ishte mungesa e stabilitetit politik, shkaktari kryesor i mos funksionalizimit të kësaj zone, ndërsa nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me atë se deri ku ka shkuar procesi i ecimit të zonës. Ndërrimi i shpesht i pushtetit ka bërë që zona e veçantë ekonomike amerikane në Gjakovë të mbetet pasdore, ndonse vendimi për formimin e saj ishte marrë në vitin 2018. Nga komuna e Gjakovës dhe oda ekonomike amerikane thonë se ishte mungesa e stabilitetit politik, shkaktari kryesor për mos funksionalizimin e kësaj zone. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini thotë se funksionalizimi i kësaj zone është shumë i rëndësishëm jo vetëm për komunën që ai udhëheq, por për të gjithë regionin. Zona ekonomike që ka mbet për shkak të ndrimit të shpesht të qeverive, është zona ekonomike amerikane, e cila në kohën e qeverisë Haradinaj është shpallë si zonë e tillë, është ekspropriu, është nda prona, ekzistojnë vendimet, por nuk është pasu me veprime konkrete për funksionalizimin e asaj zone. Unë besoj që për cilën do qeveri kjo është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme. Ai thotë se në Gjakovë ka një vibrim të jashtëzakonshëm ekonomik të cilin po e shohin edhe bizneset e mëdha, e që ka rezultuar në rritje të punësimit dhe të eksportit. Do të kemi edhe mini zona tjera, cilat do ta ndihmojnë biznesin, por po ju them, ka asete që kanë mbetë të pashfrytzuar për 30 vjet, jo veç për 20 vjet mas luftës, të cilat veç kanë filluar me marr veten edhe me unë gjallë, dhe unë jam i lumtur për këtë gjë. Edhe drejtori ekzekutiv i odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mos funksionalizimi i zonës ekonomike amerikane lidhet kryekput me ndryshimin e shpesht të qeverive. Zvarritja e vendimit për formimin e saj, sipas Zekës, mund të zbejë interesimin e investitorëve të huaj potencial, pasi që ka pasur interesim nga ana e tyre përgjatë këtyre viteve. Në rekomandimet tona që i kemi dorëzuar qeverisë së re të Republikës së Kosovës, kemi përfshirë pashmangshëm edhe nevojën e krijimit edhe të funksionalizimit të zonës së veçantë ekonomike amerikane, për shkak se e njëjta tashmë është promovuar edhe brenda vendit edhe jashtë vendit. Ai thekson se zona ekonomike amerikane mund të gjejë sërish vend në raportin për Kosovën të Departamentit Amerikan të Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e vet të fundit për Kosovën e ka përmendur pra në mënyrë specifike zonën ekonomike amerikane si një vendim të mirë të qeverisë së Republikës së Kosovës, pavarësisht se në kohën e cilit kryeministër është marrë, po flasim për një vendim të qeverisë së Kosovës, po i cili ende nuk është zbatuar, që do të thotë që ne mund të presim që e njëjta zonë të gjejë vendin e vet sërish në raportin e vitit të ardhshëm. Jetësimi i zonës ekonomike amerikane, sipas Zekës, do të pasuronte ofertën e Kosovës para investitorëve amerikan dhe investitorëve të tjerë të huaj. Kjo zonë, që njihet edhe si qyteti ekonomik kosovar amerikan, ishte parapart të jetë një zonë e veçantë për tërheqjen e investitorëve amerikan dhe parashihej të kishte sipërfaqe prej mbi 500 hektar tokë,
ndërsa nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me atë se deri ku ka shkuar procesi i jetësimit të zonës. Në mbledhjen e 4 për vitin 2021, asamblejistët të Kuvendit të Komunës së Gjakovës votuan për mbështetjen financiare të organizatës Handikos në Gjakov në vlerë prej 20.000 euro. Padyshim që kjo është mirëpritur nga drejtoresha e kësaj organizate, Brilanta Ballata, e cila tha se një gjë e tillë është më së nevojshme, sepse kjo do të ndikojë drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve për personat me nevoja të veçanta. Në mbledhjen e 4 për vitin 2021, asamblejistët e Kuvendit të Komunës së Gjakovës votuan për mbështetjen financiare të organizatës Handikos në Gjakov në vlerë prej 20.000 euro. Padyshim që kjo është mirëpritur nga drejtoresha e kësaj organizate, Brilanta Ballata, e cila tha se një gjë e tillë është më së nevojshme dhe se këto mjete do të ndikojnë drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve për personat me nevoja të veçanta. Kjo është një pjesë, mund të them 50% i kërkesave apo shërbimeve që i fojmë direkt, kështu që i falenderoj kryetarin Spari për pranimin e kërkesës tonë dhe inicimin e kërkesës tonë pranë asamblesë komunale, ku i falenderoj edhe gjithë asamblestët që unanimisht na kanë mbështetur dhe kanë jap ide për mbështetjen afatgjate për shërbimet tona. Përveç kësaj, Handikos në këto ditë kanë nënshkruar edhe memoranduma të tjera bashkëpunimi si dhe është përfituese e projekteve të tjera të cilat do të jenë në të mirë të komunitetit. Bëhet fjalë për gjithëpërfshirjen e fëmijëve në edukim fillor, fëmijëve me aftësi të kufizuar, ku do të kemi disa aktivitete, si aktivitet si më kryesor është ngritja kapaciteteve të mësimdhënësve për planin individual të arsimit, ku do trajnohen 100 mësimdhënës që punojnë me fëmijët me aftësi të kufizuar. Pjesa tjetër është vlerësimi i fëmijëve me aftësi të kufizuar që nuk janë të përfshirë në shkollë dhe do të hulumtojmë ata fëmijë. Gjendja e personave me aftësi të kufizuara në vendin tonë është rregulluar me ligje të shumta të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, andaj detyra e institucioneve dhe gjithë secilit është të promovojë zhvillimin dhe mbrojtjen e personave me nevoja të veçanta me të gjitha nevojat e përgjithshme specifike. Çdo mbështetje do të kontribuojë për një jetë të pavarur dhe gjithëpërfshirëse. Në festivalin e 6 ndërkombëtar të mbajtur në Shkup, nxënësit e shkollës së muzikës Prenkjakova në Gjakov kanë arritur të rrëmbejnë 90 çmime. Për sukseset të një pas njëshme dhe për çmimet e fituara, ata janë shprehur se janë munduar të përfaqësojnë qytetin e Gjakovës përmes rrugës së bukur të artit muzikur profesional. Shkolla e muzikës Prenkjakova ishte pjesëmarrëse në festivalin e 6 ndërkombëtar Polimnia, festival ky i cili u mbajt në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Nga aty ata u kthye me gjithsej 19 çmime, çka shpjegon nivelin e lartë të përgatitjes dhe përkushtimit në këtë shkollë. Për nxënësit fitues të kësaj shkolle ishte privilegj pjesëmarrja në një festival të këtij niveli. Unë kam marrë pjesë me instrumentin e flautit dhe kam luajtur 2 pjesë nga 2 kompozitorë të famshëm. Kam luajtur koncertin e numër 5 të Vivaldit, kohën e parë, dhe pjesën Alla Turka të Mozartit. Personalisht unë kam marrë pjesë dhe disa herë tjera vitet e kaluara në gara, por këtë herë ishte hera e parë që mora pjesë në një garë në Maqedoni. Unë kam marrë pjesë me piano për festival, edhe për vepra. E kam luajt Etiden e qenit edhe Tokatin e Simon Gjonit. Edhe isha shumë i gëzuar për mi pa çfarë rezultati kam e pas. Ndërsa drejtori i shkollës u shpreh i kënaqur dhe krenar për arritjet e nxënësve. Kemi gjithsej 19 nxënës të cilët janë kthyer me çmimet e para, çmimin e parë, 2 dhe të tretë. Është shumë e rëndësishme e cek që 19 kanë marrë pjesë dhe të 19 janë kthyer me çmime. Zakonisht pjesëmarrësit kanë qenë nga vende të ndryshme të rajonit përreth. Këtu garën mbajtur domethënë në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Për këtë duhet me falendëruar në radhë të parë nxënësit për punën e tyre, prindërit të cilët po qëndrojnë prapa dhe gjithsesi punën e jashtëzakonshme të mësimdhënësve, duke marrë parasysh edhe sfidat të cilat ne kemi kaluar qysh nga marsi vitit kaluar, sepse sidomos profesioni jon lyp një interaktivitet mes nxënësit dhe mësimdhënësit, domethënë lyp një mësim kërkos
jashtëzakonisht i madh, një punë jashtëzakonisht e madhe interaktive në mes të nxënësve dhe mësimdhënësve, por ne ja dolëm më banë dhe sukseset tashmë janë të faktuara. Ndër të tjera, Sada tha se të gjithë nxënësve fitues ju urojnë për çmimet e fituara, duke ju dëshiruar suksese të vazhdueshme në rrugën e bukur të artit muzikor profesional. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesorë të këtij edicioni. Procesi i vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare e Ereniku në Gjakov ka vijur edhe gjatë vikendit, por në mesditjen e sotme janë shpenzuar të gjitha dozat e vaksinës anti-Covid, por në ditët në vijim pritet të bëhet furnizimi i radhës nga Ministria e Shëndetësisë. Sot janë bërë 22 vjet nga rënia e heroit të kombit Hamës Zymberi. Në ndërim të jetës dhe vepër sublime të tij familjar, miq e bashkëluftetar bën homazhe pranë varrit të heroit dhe kujtuan sakrificën e gjithë të rënëve për liri. Ndërrimi i shpeshtë i pushtetit ka bërë që zona e veçantë ekonomike amerikane në Gjakov të mbetet pasdore, ndonse vendimi për formimin e saj ishte marrë në vitin 2018. Nga komuna Gjakovës dhe nga oda ekonomike amerikane thonë se ishte mungesa e stabilitetit politik shkaktari kryesor i mos funksionalizimit të kësaj zone. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione ndiqni edhe në portalin syribizvision.tv. Mirupafshim.